gatë për mafia në Shqipëria? Ashtu si theksuat ju blet, e martesa narkoshtet për Shqipërinë vjen nga prokurorat antimafjes, vjen nga ekspertët e luftës kundër krimit të organizuar, qofshin ata italianë, amerikanë, europianë, gjermanë, të botës demokratike, thamë të agjensive zbatime të ligjit, partnerëve shqiptar. Me ajo çfarë duhet mendoj gjithkusht kur lexon këto martesat edhe zyrtare, sepse kur vjen nga oficerë policie, nga prokuror, nga gjyqtar, nga njerëz që kanë ndosën e përduar, që kanë procesin e përduar, pyetja që të vjen, ore, që kemi narkoshtet. Kush e drejton një narkoshtet? Një narkoshtet e drejton një trafikant droge. Se nuk mund ta drejtojë një kryeminist që lufton trafikun e drogës, dhe vendi i drejtuar për ti të jetë narkoshtet. Pra nuk rrin bashkë luftëtari ndaj drogës dhe narkoshteti janë të kundërt në rastin kur ne jemi të tillë, jemi bërë fal lejimit, aksionit, kontributit të kreut të qeverisë në këtë martesë fatkeqe për qytetarët, atëherë do të thonë që po shqipëria drejtohet me një bashkë trafikant. Nuk mund të thoni vetëm sepse organizatat kriminale, bordi i mafjes ka karriket e tyre ku hyn edhe kreu i qeverisë. Po shohim në muajt e fundit që më tepër shtypi europian dhe amerikan po shkruajnë për lidhjet e grupeve kriminale, organizatave kriminale ndërkombëtare dhe në operacionin e fundit kujtojmë këtu që ishte mes strukturës së posaçme dhe antimafjes së Breshjas. Kemi gjithmonë e më tepër, gjithmonë këtë konstatime dhe perspektive, sepse terreni që mafia ka fituar në Shqipëri, herë kishim Sacra Corona Unita, pra me gjeografinë e saj të shprirë në Shqipëri për aktivitetet kriminale, më përpara kemi pasur shpesh Draghetën, Sinaloa, Besuar, dhe grupe kriminale ndërkombëtare, ka thënë sepse edhe gjeografia e aktivitetit të grupeve shqiptare e shprirë tashmë si fuqi narkotike në Amerikën Latine dhe në Europë, e bën të ushtri të trafikut të krimit organizuar, të mafjes, të ketë shënduar dhe t'ja ketë marrë atë sipërfaqe të kontrollit ekzekutivit dhe agjensive zbatimit të ligjit. Pra jemi në një rast vërtet të thoja që kërkon një luftë ndërkombëtare dhe nuk mund ta bëjnë agjencitë e Shqipërisë edhe për faktin se një pjesë e tyre janë të vetëpërfshirë. Ne shohim për politjet dhe dëshpërimin e Ramas për të lutur për Ballukun. Ai sa do të besoja se nesër do dalë aman mos e çoni Ballukun të pezulluar se një ditë më vonë nuk do lind as dielli. Nuk do dalë dielli por shkruaj ajo në pezullim nga detyra. Pra, kjo lidhet gjithkohësisht me rraftimin që bëhet kryeministri, krim, korrupsion, plagëshitje, grabitje, para publike, prona publike, offshore që përcasin nga milionat e krimet të korrupsionit të dërguar, të eksportuara për të reinvestuar në Europë. Tashmë ne jemi bërë çështje në Kongresin Amerikan, në Senatin Amerikan, nga Departamenti Amerikan. Patjetër Shollaku, pasi edhe presidenti amerikan ka deklaruar se kartelet e drogës do të shpallin me organizata terroriste, të cilat i ka shpallur. Dhe sigurisht në një moment kur në portin e Durrësit sasia e lëndëve narkotike që kapët është thuajse minimal, atëherë Shqipëria ku qëndron? Në portin e Durrësit kanë bërë një shkim dhe kanë hedzuar nga 5-6 kg që ishin kapur, thash më mëndja kthejnë ati që kanë sekuestruar se të prej vetët. Pra, ku në gjitha raportet e vendeve fqinj, por të Europolit, Eurojust, DEA, Agjencia Amerikane Antidroga, ku shihet që eksporti i lëndës trafikut pat kokainës, heroinës dhe drogave të shprehta eksportohen nga Shqipëria. Janë në tonelata. Dhe këtu kapen disa gram apo kilogram, është një herë një identifikim dhe dekonstruim se çfarë po ndodh në këtë port, raporti Durrësit dhe Antwerpit i Belgjikut, do të thotë që janë në një garë të gjatë për të marrë vendin e parë, se nga të kalojnë më tepër kokainë. Ai port aty hyn edhe në një mall tjetër, sepse kokaina është në top list, është në krye të mallave që shkojnë pa u kontrolluar, pa u ndaluar, pa u sekuestruar, për sa kohë ky përqindje e trafikut dhe grupeve që bëjnë këtë në ekonominë e vendeve europiane, pra ka një ndikim negativ edhe në siguri, edhe në ekonomi 35% dhe renditën pas ndargetës. Të thënë, tashmë zyrtarët të raportit të dijes, të antimafjes, të senatëve italianë, amerikanë, të gjithë partnerëve, unë gjatë natës, ne jemi vendi natës. Çka do thotë shumë? Që narkotrafikantët kanë një karrike në Aleancën Atlantikut.
kanë karrigën e qeverisë shqiptare. Ata kanë të tavolinë për ta aksesuar diet. Në lancën e sigurisë ne kemi fut njerëzit që i bëjnë ato të pasigurt nëpërmjet kontrollit, aksesit, aksioneve ortakërisë që ato kanë me kryeministrin e qeverisë shqiptare. Sigurisht edhe përfaqësuese të cilët janë shpallur në ngrada. Emilia Hysa, e cila është shpallur edhe në ngrada nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë fotot të cilat kanë shkuar në kryeministri për të takuar tashmë, a qëndron pjesa